Extremizmi, vehabizmi në Kosovë ka cilësh. Pse Kaçaniku, pse Lavdrim Muhaxheri, pse ky grup veç Kaçaniki, por rreth kufit e Kosovës janë më të rrezikshme. Jo, të ekspozum më lejoni vetëm pak, ta them këtë fakt. Të ekspozum më shumë edhe fakti i fundit pjesëmarrja e qytetarëve të Republikës Kosovës në luftat e fundit në Siri dhe Irak e ka dëshmuar që domethënë Karadaku, zona Karadaku që merr nga Presheva deri përtej Shkupit atje ka qenë më ekspozuar, ka qenë numri më i madh i pjesëmarrësve. Është e vërtetë që këta grupe radikale janë evidente gjithkohon. Kemi pa edhe një performancë të jashtëzakonshme të mirë tëne për me u strukturu. Më kujtohet kur në Kaçanik kanë qenë pak, kanë qenë mund të themi në numra, por që tani janë shumë dhe vërtet fakti i parë që imami mund ta kundërshtoj nëse s'është kështu, është se të njëjtit nuk i lidhen imamëve namaz, që nën kupton veprimi i parë i kundërshtimit domethënë mezhepit Hanefit që është njëri nga mezhepet shkollat juridike islame që domethënë zbatohet në Kosovë, por që i përkasin domethënë elementit vehabi që vjen nga Abdul Vehabi, një kundërshtar i rregullimit domethënë të fesë në atë kohë apo shkolla juridike islame. Dhe prandaj edhe ka marrë emrin vehabizëm, me sa kuptojmë, kujtohet që kur kam qenë në Saudi në vitin 2004-2005 i kam trajtuar çështën e Abdul Vehabit dhe pse vehabizmi dhe çka nën kupton, dhe si është shkput nga 4 shkollat juridike islame, por ajo që duhet të them që është me interes është se çdo veprim i cili nuk ka një kontroll, një mekanizëm për me kontrollu nga institucionet relevante shtetërore, mund të bjen ndesh me çështjet e sigurisë. Në rastin konkret, antarët e Rinisë Islame, kësaj organizate kanë qenë pjesëtar të ISIS dhe janë dënuar. Ka ata të cilët kanë mbetur dhe nuk dihet siç është puna e Lavdrim Muhaxherit, nuk dihet, dhe ka nga ata të cilët i kanë vujt dënimet në. Nga këta persona është dikush i përfshirë ka qenë ISIS? Asnjëri nga këto persona janë 3 gjithë. Nuk në fakt një kushëri i tyre së fundmi është kthy nga Siria, i cili ishte pjesëtar i ISIS-it atje, është akoma në procedurë nëse s'gaboj të dënimit këtu, është me mbiemër Bela, s'pe përmendi emrin, i cili është kushëri i 2 personave tani të cilët janë edhe të dyshuar kryesor, njëri për organizimin dhe tjetri për pjesëmarrjen vrasje, po diçka më lejohet të them që është shumë e rëndësishme. Për mua në aspektin e trajtimit inteligjent aty ku është shqetësimi serioz. Nëse kjo strukturë radikale, ekstreme siç e ka qenë vetë prokuroria e Kosovës, ka arrit që me shfrytzu një të ri të moshës mitur, i cili ka lehtësira e din avokatin në kuptimin e ndjekjes penale, për me kryer një vepër dhe e ka arrit me bind dhe nëse do të kishte një fetva e din hoxha nga një imam për me leju edhe vrasjen, për me marrë jetën të drejtën, me autorizu fetarisht është fetva, me autorizu një qytetar. Nëse ka qenë Amelie, ky person dhe ka dash me bojë si shadije, janë disa detaje që duhet në aspektin profesional sigurisë me u trajtu shumë sinqerisht. Nëse vrasja ka të bëjë me punën e rreshterit Muhamet Plika. Prandaj nuk është shumë e thjeshtë me komuniku sepse kanjëherë deklaratat e personave kompetent, prokuria dhe policia mund të jenë më të rrezikshme se vetë veprimet e disa strukturave të caktuara. Këtu ekziston dyshimi fillos apo Mulla Osman përgatit e kjo me ato deklarata të qëndrime të rinjve, si i pa atje? Do mos problemi, nuk është problemi që nuk ekzistojnë edhe nuk ka ligjërues të cilët. A është ajo pikpamje, a është ajo qëndrim, ajo në ato qëndrime ekstreme? Qëndrime, mënyra interpretimit, mënyra bisedës tregojnë që nuk janë mënyra normale. Domethënë se nuk e tha pejgamberi alayhis salam ka thonë kam ju ngrit një flamur tradhtar. Kush jeti me gjyku? A ka dikush drejt kush na drejt me gjyku dikan? Ose, për shembull që tha, Zoti i ka kriju njerëzit edhe xhinët me e besu. Qa ka këtu diçka me kundërshtu dikan. Po është problemi. Problemi është 8 vitet më herët, në 2004, kur ka fillu ekstremizmi në Kosovë, që u ka dhënë kishat. Këtu është problemi tash keq më shumë në mendime konspirative. Tu diku i ka interesu Kosovën me bon qëtë gjendje. Se kur u bon edhe do ëju që, sikur Bedriu, një prestreshi kanë qenë, kanë posë dëfër organizata jo qeveritare, i mërëshin dë fundit majme për ambasadav, e lidhje s'kishin me islamin, as lidhje s'kishin me luftu ekstremizmin, e në fund besa bes në ashtë banen edhe bashkëpun. Më falë, ty po thëmë për të drejtuar. Për QKSS-n edhe për teshin. Për teshin, po e ka padur atë rastin e ati djalit të ri nga Kamenica që ishte kryer nga
nga Siria dhe që ligjeronte... Kush mundet këtë punë me bo ma mirë se Bashkia Islame? Po të ishte nivel. Jo, po... Asë një hoxh... Po dhe Bashkia Islame dhe Bashkia Islame dhe hoxhallarët në për xhami kanë ligjeruar kundër këtyre. Gjysën e kiti instaluar në për xhamiti. Imami që përmend Ky ka qenë imam. Bashkia Islame ki plot të instaluar imam me mendime të tilla. Nuk po thënë që s'ka plot. Çfarë më thonë 80% ose 70 ose 50, po nga kreu i Bashkisë Islame deri tek pjesa tjetër kanë ligjëruar kundër atyre. Kundër shtektimeve. Bedrive tha mu më ka ndodhur për shembull që në xhami kam dalë hoxha më ka qetë imam, edhe njerëz janë dalë për xhami e kanë sfalë mas të imamit. Se kjo çafer. Më ka ndodhur. Jo mos më ka drejtu drejt për drejtë, se më pas drejt për drejtë. I ka thonë dikujt tjetër. I ka thonë dikush sfala mas këtij se çka kishte ndodhur me mas drejtu me drejt për drejtë, nuk është që duron të. Nuk e di çka kisha bëu as vetë se kisha bën në xhami të Hamës ndodha ajo punë. Në xhami të Hamës janë rregullat, përshkruhet vendimi i punës, edhe përshkruhet se si falet namazi, po në realitet ka pas edhe ka edhe do të ketë nëse shteti nuk e merr serioz këtë punë. Se shoqëritë shërbimet e huaja janë të punu me të madhe me destabilizu këtë vend. Po, pse politika s'po guxon me i përmen, pse policia s'po mundet më morë me to, pse akia s'po do më morë me to, është diçka krejt tjetër që unë jam i vogël, por unë mendoj në aspektin... Ti mendon që policia e prokuroria nuk po merren me ata? Nuk merren. Unë po tham, si në Hajgori e thash, komandantit e thash kur kem para se me në mision. Thash, mirë është tash mjanis me vrana e prokuror, në komandant madh, edhe në vero kryeministri, me vero dot ndaj ashta, këta tani reagojnë pak më për me, jo me vero polic. Qysh, mos problemi duhet me reagu më seriozisht. E patë me ironi këtë. Me ironi, normal. Me ironi duhet me reagu pak më shpejt, edhe duhet me gru në mënyrë më sinqert, edhe me ygro zona pak mënyrë më të ndershme, për arsye se po ka probleme dhe kena me pas probleme, për arsye se ka ligjerime edhe mësime të rinis në mënyrën e mrapsht. Mrapsht. Dhe këtu janë më shumë grupe, apo e kanë një... Jo, këtu ka organizata ka ju që shteti e din, organizatat të cilat organizohen. Për shembull, një imam i ka dikon 34.000 njerëz në grupë të Viberit. Shteti nuk o që s'mundet me kontrollu, edhe nuk o që se kontrollon, po pse s'reagon. Një imam 34.000? Një imam që kam në informot 34.000 njerëz veç në grupë Viberit i ka. Se ma shumë e përdojnë në Telegram. Po mirë, po këto, a ka ndaluar që ti ketë 34.000? Se s'është ndaluar. Apo? Jo, s'është ndaluar. Apo është ndaluar? S'është ndaluar, po do të nëse thuhet diçka që shkon për te, rrezikon siguri. A janë organet e Kosovës, qoftë policisë të prokurorisë që kanë qëndruar të heshtura apo kanë qenë efektiv në kuadër kësaj? Kujtojmë atë valën e arrestimeve, por ajo valë e arrestimeve shumë hoxhallarë pati krijuar për shumë kënd një lloj kontraefekti. Morina, fillimisht pastaj hoxha. Po, unë një kohë gjatë kom qenë drejtorisë për migracion në nivel të Kosovës. Po. Nikon jak 5 vite. Edhe kemi pas rast që personat e tillë i kemi procedu konform ligjit për të huajt në gjykat dhe gjykata ka marrë vendim me ekstradu, me largu për i vendit. Kemi pas doktorat shkencës teologjisë që kanë arë në aeroport, i ka prunë një qytetar, ka garantu për ta, qytetari i kalon në fush Kosovë, edhe vetë ka shku në Mitrovic. Kur i kom qu kolegët më shqyqu kush është ai qytetar, e kanë gjetë të i pi një kafe alkohol, si besimtari i fort, kurse personat tjerë nuk ka ditë në tegu ku janë. Do të thotë, edhe ndërkohë e kemi marrë personin e tillë, edhe ka thonë kam një numër telefonit që s'muj me thirrë se është me të Serbisë. E kemi marrë, kemi qude në Gazimestan, sa aty e rrok me Serbinë me fol, edhe e kemi thirrë personat, kanë thonë